Po atë natë, shkrova tregimin tim të parë të shkurtër. Më mori vetëm 30 minuta. Ishte një rrëfenjë e errët për një burrë që gjeti një kupë magjike dhe zbuloi se nëse qante brenda saj, lotët e tij ktheheshin në perla. Por edhe pse kishte qenë gjithmonë i varfër, ai ishte një njeri i lumtur dhe rrallë herë derdhte lot. Kështu ai nisi të gjente mënyra për të trishtuar, në mënyrë që lotët e tij ta bënin të pasur. Teksa perlat shtoheshin grumbull, bashkë me to rritej edhe lakmia e tij. Tregimi përfundonte me këtë burrë të ulur mbi një mal me perla, me thik në dorë, duke qari pa shpresë mbi kupën, ndërsa mbante në krah trupin e pajet të gruas së tij të shtrejtë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në podcastin tonë. Kjo histori është shkruar nga autori afgan Khaled Hossein në romanin e tij të famshëm Gjyqtari i balonave. Tregon saktësisht kurthin ku njeriu ka pasur dhe ka tendencën të bjerë. Po shkatrojmë lumturinë dhe marrëdhëniet tona për të prodhuar pasuri, duke përfunduar të pasur, por tërësisht të vrarë shpirtërisht. Sot do të flasim për lukset e vërteta të jetës. Danila, si duket kjo historia e Khaled Hosseinit si fillim? A është rënditse apo jo? Është mirëmbrëma gjithëve një herë, të gjithë ata që janë sinkronizuar sërish, nuk janë valët e ndonjë radioje, por është një kanal në YouTube dhe ne ju falenderojmë që vini her pas here për dëgjuar podcastin ton. Patjetër që është rënditse, Marcel, sepse menjëherë e prek realitetin ton. Ne jetojmë në një kohë ku vrapimi pas perlave na bën të vrasim gjërat më të shtrenjta që kemi, si kohën, paqen edhe njerëzit që duam. Më kujtohen menjëherë vargjet e famshme të predikuesit në Bibël, që thonë: kotësi e kotësive, gjithçka është kotësi. Ai thotë se njeriu lodhet në ndjell për të grumbulluar pasuri, por në fund të ditës, nëse nuk ka paqe dhe gëzim për ta shijuar, gjithçka është si të ndjekë kësherën. Dhe duke menduar për këtë temë, unë kuptoj se ky nuk është një problem i ri. Ky është problemi më i vjetër i njerëzimit. Mendoni për historinë e Adamit dhe Evës. Ata kishin falas gjithçka në kopshtin e Edenit, bollok të plot, natyrë të mrekullueshme, liri, kishte vetëm një gjë që u ishte ndaluar. Dhe çfarë bëri Satani? E mori vëmendjen e tyre dhe e gëzhdoi pikërisht atje tek ajo gjëja e vetme që mungonte. Ai bëri të harronin çdo gjë, gjithë atë bollok për një frut të vetëm. Kjo është një metaforë shumë e mirë. Duket që truri ynë funksionon me të njëjtën prirje, që patëm në atë kopësht apo jo. Edhe kur kemi shëndet, kemi familje, kemi një jetë të mirë, marketingu modern edhe rrjetet sociale na thon çdo ditë: po shiko, nuk e ke atë makinën e fundit, nuk e ke atë shtëpinë luksoze. Dhe e papritur, i gjithë bolloku ynë zhduket sepse fokusohemi tek ajo që na mungon. Shkenca e quan këtë miti i sikur. Hajde mit, hajde. Me qenë të hajde shkencë. Hajde shkencë. Hajde shkencë. Të gjithë e kemi thënë këtë, po të kisha edhe këto. Mi po shkencë është kjo. Se më kujtova të batutën TV filmi Kapedani. Po punë është kjo, Shkenca sjellje tonë në studion. Sipas këtyre shkencëtarëve dhe sipas këtij miti, pra mitit asikur, ne mendojmë se lumturia është gjithmonë pas hapit të radhës. Pra, edhe një hap edhe arritëm. Por studimet e fundit që janë bërë me njerëz ultra të pasur tregojnë të kundërtën. Për shembull, studimi i Boston College, The Joys and Dilemmas of Wealth, me njerëz që kanë mesatarisht $78 milion pasuri. Urdhro. Ky studim zbuloi se ata vuajnë nga një izolim i tmerrshëm. Të njerëz nuk dinë më kush i do për parat dhe kush për atë që janë. Dhe frika e tyre më e madhe, kush ishte? Që parat do të shkatërrojnë karakterin e fëmijëve të tyre dhe do t'i lënë ata pa një motivim për jetën. Pra, ata që kanë malin me perla, si ai burri të historia që ndave në fillim, duket sikur janë ulur mbi të, duke qarë? Pikërisht. Një pjesë e mirë e tyre po. Jim Carrey ka thënë një thënie brillante. Unë mendoj se çdo njeri duhet të bëhet i pasur dhe i famshëm që të kuptojë se kjo nuk është përgjigja. Kurse krijuesi i lojës Minecraft, pasi u bë miliarder brenda natës dhe bleu një nga vilat më të shtrenjta në Beverly Hills, shkroi në Twitter se kurrë nuk ishte ndjerë më i izoluar dhe më i zbrazët shpirtërisht. Ja çfarë shkruan ai: Jam në Ibiza me një grup mish dhe po festoj me njerëz të famshëm
mund të bëj çfarë të dua, por kurrë nuk jam ndier më i izoluar. Problemi me të pasurit e çdo gjëje është se mbetesh pa arsye për të vazhduar të përpiqesh dhe ndër veprimet njerëzore bëhen të pamundura për shkak të çekuilibrit. Elon Musk, një nga njerëzit më të pasur në botë, shumë i famshëm sot dhe njerëzit, Tjetër të gjithë e emër njohin. që njeh nga gjithë njerëzit, pavarësisht se zotron miliarda. Musk ka folur hapur në intervista, si ajo në The New York Times, për netat e gjata të vetmisë, stresit ekstrem dhe ankthit. Ai ka treguar se pasuria e tij nuk e mbron nga dhimbja e brendshme. E kuptoj. Po shumë interesante të gjitha këto dëshmitë që ndave, po nuk e di Marcel. Mua më duket e thjesht të flasësh për mërzinë apo stresin nga një pozicion ku ke gjithçka që të nevojitet, madje ke përtej kësaj. Kështu mund të trajtohet kjo temë, më duket mua si nga një kullë filldisht. Ndaj, le të jemi realistë, të prekim pak realitetin ton këtu në Shqipëri. Është interesante që këtë temë po e trajtojmë pa teklif dy njerëz që janë buxhetor. Po, ne jemi pjesë e një populli që kemi pasur mungesa të tmerrshme materiale. Kemi vuajtur Jashtëzakonshme. Po, ne kemi vuajtur në komunizëm, kemi vuajtur në vitet 90, edhe ende sot shumë familje luftojnë çdo ditë vetëm për të mbuluar nevojat më bazike. Shumica prej familjeve shqiptare. Flasim për ushqimin, për strehimin, arsimin e fëmijëve, faturat e spitalit. Pra, çfarë roli ka varfëria tek mirëqenia e njerëzit? Si ndihen këta njerëz shpirtërisht? Ky është një këndvështrim jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse shkenca e thot qartë, varfëria nuk është thjesht mungesë parash në xhep. Ajo është një dhunë e vërtet psikologjike. Një studim i famshëm i publikuar në revistën shkencore Science zbuloi se lufta e vazhdueshme për të mbuluar nevojat bazë paguan një taks mendore dhe emocionale të tmerrshme. Ankthi kronik se si do të paguhet qiraja apo si do të blihen ilaçet i merr trurit njeriut aq shumë energji saqë i ul atij kapacitetin njohës me plot 13 pik IQ. Njerëzit në varfëri nuk kanë luksin të mendojnë për mirëqenien emocionale apo paqen shpirtërore, sepse truri i tyre është i bllokuar në regjimin e mbijetesës. Ai prodhon kortizol gjithkohës. Ata ndihen shpirtërisht të lodhur, të pashpresë dhe të pasigurt për të nesërmen. Një tjetër studim i fituesit të çmimit Nobel, Daniel Kahneman, tregoi se kur një familje nuk mbulon dot nevojat bazë, çdo dhimbje e jetës, si një sëmundje apo një ndarje, përjetohet me një peshë emocionale të dyfishuar sepse mungon mburoja financiare. Prandaj, në kontekstin shqiptar, dëshira për pasur siguri ekonomike është plotësisht e justifikuar. Këtu duhet të ndalemi pak, sepse kjo është një thik me dy tehe për ne. Ku ndryshon saktësisht vija ndarse në shoqërinë tonë sot, ku kalon ajo nga një nevojë legjitime për siguri dhe dinjitet ekonomik, që sapo e ndam që është e rëndësishme për të pasur, tek ajo që unë ndoshta do e quaj sëmundje për të dukur. Sepse le të jemi të sinqert, shumë e lehtë ngatërohesh. Një pjesë e madhe e njerëzve thonë, unë po punoj fort për t'i siguruar fëmijës tim një jetë më të mirë se ajo që kam pasur unë. Pyetja ime është, kur kthehet kjo dëshirë e mirë në një kurth psikologjik? Pra, kur fillojmë të blejmë gjëra jo për t'i shijuar vet apo për t'u ndjerë të sigurt, po për t'u përplasur njerëzve në fytyrë, si provë suksesi. Pra, ku mbaron fakti që parat sigurojnë gjëra që na duhen, edhe ku fillon skllavëria ndaj opinionit të botës? Ndryshon pikërisht e mekanizmi që shkenca e quan materializëm kompensues. Për shkak të asaj traume historike të mungesës që kemi kaluar si komb, sapo fillojmë të dalim pak nga zona e varfërisë bazë, ne nuk kërkojmë thjesht siguri, por kërkojmë të dëshmojmë status me çdo kusht. Dhe këtu po dorëzojmë perlën e vërtetë të jetës, atë dashurinë për të mbledhur guralec që shkëlqejnë në rrugë. Shqiptarët kanë pasur historikisht atë që studimi 85 vjeçar i Harvardit e quan luksin më të madh të jetës. Cilat janë këto lukse? Marrëdhëniet e forta sociale, familja, komunitetin, solidaritetin. Por sot po shohim një krizë të re. Njerëz që futen në borxhe me vite për të bërë një dasëm luksoze, vetëm për t'i treguar lagjes se kush janë. Apo të rinj që rrinë kafe me orë tëra, por se cili shet telefonin e tij në Instagram duke parë jetët e tjerëve. Kemi mbuluar disi nevojat materiale, por po krijojmë një varfëri të re, atë varfërinë shpirtërore dhe vetmin. Kjo është shumë e vërtetë. Po kthejmë gjithçka në një shfaqje. Ne në Shqipëri njëherë vrasim veten për të dukur më të lartë se të tjerët përmes statusit edhe makinave. Por nëse shohim vendet skandinave, që vit pas viti renditen si popujt më të lumtur në botë, ata kanë një koncept krejt tjetër. Ka një ligj të pashkruar patjetër, ligji i Jantes. Jante Loven, kështu quhet, shpresoj ta kem thënë
siç duhet. Janë të loven, diçka tillë. Një gjë me një theks ashtu. Marcel, nëse ti mund të ndash pak më shumë se çfarë thot ky ligj në thonjza. Është një kod i pashkruar social që thot mos mendo se je më i mirë apo më i rëndësishëm se të tjerët. Asaj bukur që është. E bukur është. Ti mund të jesh avokat i suksesshëm ose pastrues, por shoqëria të sheh me të njëjtin dinjitet. Imagjinoje me paralizmin shqiptar, se si shkon kjo. Askush nuk dalldiset pas makinave luksoze për të treguar pushtet, sepse për ta luksi më i madh nuk është të jesh më i pasur se fqinji, por të jetosh në një shoqëri ku të gjithë ndihen barabartë dhe të sigurt. Ata e quajnë këtë lagom, të kesh aq sa duhet. Imagjinoni nëse do të kishte në dasmat apo rrugët tona pak nga ky ligj i jantes dhe do të ndalonim garën se kush e ka makinën apo veshin më të shtretë. Ne nuk dim çfarë të bëjmë në atë rast. Ne do ishim të papërgatitur, mendoj. Do ishim hotuar. Nuk mendoj se shqiptarët do kishin do mund ta kuptonin drejt e ligjit. Do duheshin pak edhe 100 vite. Është vërtet. Për ta kuptuar. Skandinavët kanë zgjedhur barazin materiale dhe sigurinë, por vuajnë nga një krizë heshtur e vetmisë edhe distancimit social, kështu që ata kanë shtet, shpesh ama u mungon ngrohtësia e komunitetit. Nga ana tjetër, ne shqiptarët kemi pasur historikisht këtë ngrohtësi edhe socializim të jashtëzakonshëm, por tani po rrezikojmë ta shkatërrojmë duke kopjuar vetëm pjesën më të keqe të perëndimit, materializmin individualist. E me sa duket Marcel, çdo popull ka të burgun e vet psikologjik edhe asnjë model nuk është i përsosur. Nga na vjen gjithë ky presion për të dukur. Pse të rinjt tan sot janë kaq të fiksuar pas markave dhe makinave të shtrenjta? Përgjigjen e gjen sa hap YouTube-in apo TikTok-un. Media ka ndërtuar një industri të tërë të bazuar te pasuria e shpejtë. Shiko videoklipe që konsumojnë të rinjt sot. Makina të turbuar, sidomos nga ato të shpifurat me ato marmitat sportive që të çajnë veshët. Që në fakt të shtin të merrin. Vila me pishina, tufa me para që hidhen në ajër dhe vajza që trajtohen si aksesor luksi. Media e ka marrë këtë dëshirë primitive të njerëzit për siguri dhe e ka kthyer në një fabrik dopamine të rreme. Atyre u shitet iluzioni se po nuk paten këto gjëra, nuk janë mjaftueshëm burra apo nuk janë mjaftueshëm të suksesshëm. Dhe kjo krijon atë që quhet sëmundja e krahasimit. Një 18 vjeçar shqiptar që rritet në një realitet normal, po themi ekonomiko-social, sheh këto klipe dhe ndihet i dështuar. Ose një 18 vjeçar apo 18 vjeçare shqiptare kërkon të bëhet drejtor. Po, këta fëmijë nuk mendojnë më për shkollën apo zanatin, por si të bëhen me para shpejt, në mënyrë që të jenë, për shembull, ideali i videoklipit. Është pikërisht i njëjti tundim, si trajtuam në fillim në kopshtin e Edenit. Media e merr vëmendjen e të riut edhe e gozhdon të ajo shtëpi apo makinë që i mungon, duke bërë që ai të jetë i palumtur me gjithë pjesën tjetër të jetës tij. Edhe e di kush është pjesa më e dhimbshme e gjithë këtij iluzioni të medias, është se kjo sëmundje dukjes ne po na shkatron familjet edhe martesat. As nuk i heq një presje asaj që the Danila. Kur media u shet rive idenë se dashuria vjen në paket me një makinë luksoze dhe dhurata të shtrenjta, çfarë është duke bërë në këtë rast? Është duke kthyer martesën në një transaksion financiar. Sot studimet e psikologjisë martesore tregojnë se çiftet që fokusohen te materializmi kanë martesat më të palumtura. Pse? Sepse ku ka materializëm, ka më pak empati, ka më pak dëmshuri. Partnerët fillojnë të shohin njëri tjetrin si një mjet për të arritur një status, jo si një shpirt për të dashur. Edhe kjo po ndodh çdo ditë në realitetin ton shqiptar. Kësisht po. Shumë martesa sot po vuajnë edhe nga kriza e krahasimit. Pra, një çift i ri fillon jetën, po sa hap Instagramin, ata shohin influencues ose videoklipe ku dashuria matet me pushime në Dubai ose makinat e fundit. Papritur, ajo kafja e thjesht që pini në balkon apo darka modeste që gatuani së bashku nuk mjafton më. Linde ai trishtimi i fshet. Po ne pse nuk e kemi atë jetën? Më kujtohet një skenë ikonike nga filmi Kryevepër i Sorrentinos La Grande Bellezza, bukuria e madhe. Ai mbani mend atë personazhin kryesor, Jep Gambardelën, mbretin e mondanitetit. Ai lëviz nëpër festat më të shtrenjta të Romës, i rrethuar nga njerëz të pasur, intelektual dhe çifte që bëjnë një jetë prallore në ndukje. Por në një moment, një nga miket e tij mburret para të gjithëve për martesën e saj perfekte, për suksesin e saj, për fëmijët dhe për jetën ideale që bën me burrin e saj. Është ajo skena ikonike e çatisë. Dhe Jep, me një qetësi therrse,
ja qerr maskën para gjithëve. Duke thënë, kjo jetë perfekte që përshkruan është thjesht një gënjeshtër që ja thua vetes. Martesa juaj është ndërtuar mbi tradhti të fshehura. Ju nuk flisni më me njëri tjetrin dhe jetoni në një vetmi të tmerrshme. Sa e fortë që është, po ta mendosh. Edhe është saktësisht ajo që bën materializmin në çift. Ai krijon një grande bellezza ose një bukuri të madhe, të maniqshme, artificiale. Duket kështu nga jashtë, por është e kalbur nga brenda marrëdhënia. Çiftet e reja sot në Shqipëri po investojnë të gjithë energjinë për të ndërtuar atë skenografinë e jetës tyre, shtëpia perfekte, fotot perfekte, sidomos të pushimeve në rrjetet sociale, ato dhuratat e shtrenjta. E duan që bota t'i shohë dhe t'i admirojë, si po flasin për këtë çiftin tek filmi tani. Po kur fiket kamera, kur bien dritat e skenës dhe mbeten vetëm në dhomën e gjumit, nuk kanë më se çfarë t'i thonë njëri tjetrit. Kanë harruar si t'jenë të brisht, si t'jenë të sinqert, edhe si të duhen, pa pasur nevojë për një spektator. Krisht, sepse luksi vërtet të një martesë nuk është skenografia luksoze e Sorrentinos. Është luksi të pasurit një partner me të cilin mund të flasësh pa dorash, kamër vlla. Me qenë rahat më. Shesh më qenë rahat, me qesh me shpirt, më ndjej sigurt, edhe kur llogaria bankare është zero. Nuk është ndonjë kënaqësi kjo gjë kur është zero, por të paktën tjetër, po nuk është edhe ajo çelësi i lumturisë. Fiks, as fundi botës nuk është. As fundi botës nuk është. Edhe mendojnë që je bashkë në këtë gjë, edhe Zoti do bëj një rrugë. Sigurisht është bosh, ka për të bërë plot, do punojmë më shumë, do të mbushet. Do zbrazet prap. Pasuria e vërtetë e një çifti është aleanca shpirtërore, jo bilanci financiar apo fasada që i tregojmë në botës. Nga sa pam sot, po dalim në një përfundim, më duket mua, që të bën të mendohesh. Po i del koka aty ku duhet. Shpresoj. Pra, edhe ata që kanë miliona, me sa po kuptojmë. Edhe ata që nuk i kanë, edhe po luftojnë për nevojat bazë. Asnjërit nuk i është garantuar lumturia nga kjo botë. Paraja nuk e qetësoka dot shpirtin. Edhe këtu kuptohet që njeriu ka një zbrasti në zemër që asnjë pasuri materiale nuk e mbush dot. Eksaktësisht. Sepse jemi krijuar për diçka më të madhe se kjo botë. Dhe këtu dritëdhëse bëhet fetë fjala e Jezus Krishtit dhe qëndrimi që ai mban për paran. Jezusi na kujton se ne kemi një atë qiellor që është burimi i vërtet dhe siguria e çdo gjëje. Është ai që ka krijuar diellin që na ngroh, tokën që prodhon fruta e bukë për ne dhe që kujdeset për çdo detaj të krijimit. Por mbi të gjitha, ai është Perëndia që ka siguruar gjithçka, që nuk blihet me asnjë pasuri të kësaj bote. Shpëtimin e shpirtit ton përmes Krishtit. Edhe diçka shumë interesante. Sot shkenca ka zbuluar se kur truri jeton me frikën dhe ankthin e së nesërmes, kalon në një gjendje stresi kronik që na bën egoist edhe na bllokon paqen. Por shikoni sa e bukur është fjala e Perëndis. Ai nuk na ka krijuar për të jetuar në atë burg të ankthit. Ai e ka krijuar njeriu të punojë, të marrë shpërblimin e ndershëm të mundit të tij, edhe të gëzohet me frytin e asaj pune. Por sekretin e madh na e thot Jezusi tek Mateu 6. Mos u shqetëso për të nesërmen. Shikoni zojtë e qiellit dhe zambakët e fushës. Dhe një varg tjetër është ati juaj qiellor e di që keni nevojë për to. Pra, luksi më i madh i gjithë atyre që besojnë është pikërisht ky. Të punosh me zell, por t'i lësh të gjitha shqetësimet dhe frikrat e së nesërmes në duart e tij të sigurta. Kur besojmë, truri dhe shpirti ynë gjejnë më në fund prehje. Sigurisht, për gjithë ata që besojnë këtë gjë. Ky është çlirimi i vërtet. Shpëtimi që Krishti na ofron, na zhvesh nga prangat e materializmit dhe nga skllavëria e opinionit botës. Pra nga ajo ideja që paraja është çelësi i gëzimit. Ai na thotë se vlera jo nuk matet me atë që kemi në xhep, por me atë që ai bëri për ne në kryq. Nëse ke Jezusin, ti ke gjithçka. Ti mund të jesh i qetë në mes të stuhisë ekonomike sepse ai është furnizuesi yt. Nuk kam mbyllje më të bukur për këtë episod. Mish, nëse sot po ndiheni të mbytur nga faturat ose nga ana tjetër të zbrazur nga luksi i rrem që keni bler, bani mend, ka një atë që ju do, që ju njeh me emër dhe që dëshiron t'ju jap një paqe që kjo botë as nuk ua jep dot dhe as nuk ju a merr dot. Dorëzojani atij shqetësimet tuaja sot. Faleminderit që na ndoshët në këtë udhtim të lukseve të vërteta. Zoti ju bekoft dhe dëgjohemi në episodin e radhës.